Pa se si Edi Rama u përpoq me çdo kusht përsëri të bëj avokatin e Lubi Ballukut, madje tha se kjo çështje është e mbyllur. E vërteta është se çështja Balluku nuk mbyllet kurrë. Dhe se çështja Balluku është vetëm çështja Rama, dhe ajo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës. Çështja Balluku është bërë një çështje ndërkombëtare, dhe Edi Rama nuk mund ta mbyllë atë me një grusht hajdutsh në parlamentin e tij. Edi Rama vetë demaskoi veten në këtë çështje dhe dëshmoi se ai është autori i të gjitha veprave penale të Lubi Ballukut. Çmimi i naftës ishte një tëllim tjetër madhor që bëri sot në ekspozen e tij. Naftën, të dashur qytetar, për të kuptuar se çfarë ndodh me naftën, gjithnjë keni parasysh çmimet e dy vendeve përreth, çmimin e naftës në Kosovë dhe në Maqedoni, të cilat janë të paktën 70% më të ulta se sa në Shqipëri. Është vërtet që lufta në lidhjen e mesme dhe gjirin persik rrit çmimin e naftës, por e vërteta është se nga kjo rritje nuk përjashtohen Kosova dhe Maqedonia. Kështu që faktori më kryesor i çmimit stratosferik të naftës në Shqipëri është vetë Edi Rama. Në çdo litër naftë që ju blini, keni taksën në më të lartat në botë, 1.1 euro për litër, dhe kjo është taksa Rama. Ndaj dhe çmimin e naftës, ju lutem konsideroni si çmimin Rama. Nuk mund të ketë ulje të çmimit naftës duke mbajtur këtë çmim 2 herë më të lartë se sa Maqedonia dhe Kosova. Ndaj dhe të bashkohemi për këto arsye, të japim përgjigje përfundimtare me datën 22 mars, që shqiptarët dhe botat të mësojnë se ne nuk pajtohemi kurrë me këtë kryehajdut, me këtë individ, me këtë qeveritar që nuk ka standard normas moral